politik. Në dur, me Gonigal kishte dosin e Arubës dhe urdhëronte që ta fshehesh paftyrësisht, si të ke fshehur gjithë këto vite, dhe bën që qytetarët shqiptar të mësojnë për një nga aktet më kriminale në historinë e një shteti, takimin në Aruba të qytetarëve, të qeveritarëve shqiptar. Bën që shqiptarët të mësojnë për Arubën nga prokuroria italiane, të mësojnë për Arubën nga gjykata belge, kurse ky llum njerëzor që ka integritetin e një kriminali fsheh një nga skandalet më të mëdha në historinë e një shteti. I them, natyrisht ky është një peng i parave të krimit që ka la dhe ka shtruar në pronat e tij dhe nuk i justifikon. Por këto kisha për sot për Altin Troplinin. Tani do t'u njoh me dokumenta të reja. Avokati i Irena Gjokës, Altin Troplini, që e mban me çdo kusht, këte delinkuente, këte kriminele në drejtësi. Imagjinoni ju, dosjen e ish presidentit Republikës, e ish kryeministrit, e ish kryetarit të parlamentit, e gjykon një delinkuente, një falsifikatore, një mashtruese, që mbahet në detyrë nga i ngjashmi me të nga si vllau i saj, Altin Troplini. Kam sjell këtu dokumenta që dëshmojnë se ç'përfaqëson Irena me 5 mbiemra dhe Troplini që për ta mbrojtur i ka hapur dosje penale pa emër. Ky llum ligjor, llum njerëzor, shkelmon mbi ligje, mbi fakte, mbi prova. Vetëm e vetëm për qëllimet e tij politike, për të zgjatur jetën e Edi Ramës pushtet dhe pushtetin e tij. Tani unë kam sjell këtu do më fani një minutë se janë dokumenta të rëndësishme. Kam sjell këtu certifikatën e datës 24/12/2002, me të cilën policia greke vërteton se e ka përzan Irena Gjokën nga territori i shtetit grek si falsifikatore vizash. Pra, Irena Gjoka është futur në Greqi duke falsifikuar vizën. Këtu e keni greqisht dhe shqip. Kush po ja jap Klodiana, merret i një se po. Jo, nuk e kam, jo, vje keq. Kush e do një tjetër, apo këti frikë tjetër? Mirë, rregullat, mirë, thash se mos u gu. Jo, 3. Ja, u do një për ju. Mirë.
Ja, pas ka më shumë prit. Mbrapa kësaj, prisni, keni dy gjëra të rëndësishme. Mbrapa kësaj keni përkthimin në Shqip. Kjo është gjykatja që gjykon dosjen e ish presidentit, ish kryeministrit dhe ish kryetarit të parlamentit. Këta janë llumi fyhet, po të përdorish fjalën llum. Ka të tillë në botë, mund të ndodhë ku më thoni ju mua. Sepse vetëm kjo peng, vetëm kjo delinkuente zbaton urdhrat politike. Kanë këta një standard. Ja, ky është standardi i torpinit. Tani, kemi një tjetër dokument. Edhe më duket, merre po. Dhe më duket ja u thash i shpërnda, i lutem. Ka një prokuror të posaçme ku me datën 24, po, i jep Andon Konomit, Irena Maneku, firma vetë, Stefan Gjoka, nuk ishin martuar akoma Klodiana më duket këtu, se i kanë mbiemra të ndryshëm. Prandaj kjo të ngatron me 5 mbiemra. Me 5 mbiemra, nuk e që i bën. Pra, i jep prokurën ku i thotë autorizoj avokatin të merret me çështjen e heqjes certifikatës expulso, praktikë e zakonshme për çdo qytetar që pëson ekspulsionin, që i nënshtrohet. Këto akte të Irenës me 5 mbiemra, edhe njerë them, llumi fyhet, po t'i quash këta, po t'i cilësosh të tilla. Edhe njerë them, pra, kjo me 5 mbiemra, ka fshehur ekspulsionin në dokumentin e dekriminalizimit, ka fshehur ekspulsionin në dokumentin e vetingut dhe mbrohet nga Altin Troplini një mercenar, një peng i Edi Rams dhe jo vetëm Edi Rams, të themi. Pra, i keni ju më duket, kush mori vetëm ju më duket mund vetëm këtë merë këtë, se ajo se ka këtë, tjerë të kanë. Ju e shifni se cila është ftyra e vërtet e kreut të Spakut, ku natyrisht pa diskutim ka njerëz që duan të zbatojnë ligjin, ka njerëz që duan të qëndrojnë me integritet, por duke patur një drejtues të tillë që s'ka ligj as moral, një mercenar të vërtet, institucioni vetë kuptohet se si funksionon. Kurse, po, ky mercenar që mban në burg Ilirmetën, pas janë dorëzuar të gjitha dosit e këto. Ky nxori si motrën e tij, si quhet, a dini kush ishte si motra e tij? Pajtime Fetahu. Pajtimeja. Pajtime Troplini apo pajtime Dumani. E nxori tha se është i smur. Ajo mund tjetë e smur dhe unë juroj shërim. Nuk kam. Por, ju garantoj ju se 30-40% e popullatës në burgje janë të smur. Janë të smur, dhe kjo është shifër e saktë që ju japun ju. Kurse si motra e Dumanit dhe asaj Enkelejda Ballës, këto duhet të dalin në liri, pa çka se i thoshte në 10 herë Suelçens, vllajo, keqen motra, e tjerë me radhë, se s'po i hyta shin bisedat
I kam aty. Pra, ky është turpi i drejtësisë shqiptare, turpi i drejtësisë botërore. Faleminderit. Në 19 vjetor, zoti Dumani duhet lërë karrikën dhe vi dikush tjetër. Keni një interes për këtë garë nga emrat të cilët janë pretendent deri në këtë moment? Të falënderoj për pyetjen, të garantoj se s'kam asnjë interes, por do të paralajmëroj. Po një mesazh për ta. Prit, jo, po të paralajmëroj. Po paralajmëroj shqiptarët se ky mercenar po fsheh dokumenta krimi të kandidaturave që kërkon t'i nxjerrë. Dhe këtu do jemi. Po fsheh dokumenta që inkriminojnë kandidaturat, 2 kandidaturat që ai mbështet. Cilat janë? Ja. Unë rezervoj të drejtën t'u them ju këtu se çdo dokumenta ka fsheh në momentin kur të dalë në skenë. Por ky kam informacionet plota se ky po fsheh dokumenta të personave që kërkon t'i kandidoj për kryetar. Sepse ka problemet veta. Ky ka hall, ky pasi e gënjeu Edi Rama dhe i tha se do të ndryshoj kushtetutën, po vazhdo ti këto, dhe mbeti pastaj ashtu siç është, siç mundet. Po në fakt ai ka deklaruar publikisht që s'do një mandat dytë. Kush tha? Zoti Dumani. Në fakt tek kundërta. Në vje keq. Ku e ka kërkuar? Në fakt ai, në fakt ai, të lutem, ja, vje keq. Në fakt ai në mënyrë të përsëritur, të pakten mund t'i numroj në komisionin parlamentar, në konferencën për shtyp, në konferencë tjetër çfarë ishte për drejtësinë e tjerë, ai ka kërkuar të kujt. Pra që e ka 9 vjetë të bëhet. Po më falë një minutë. A është prokuror ky apo jo? Po pse se bëri ai tjetri para ti? Jo se bëri absolutisht. Asnjëherë. Ta them unë ty, asnjëherë. Tani unë atë nuk e kursej. Jo, unë atë nuk e kursej, se ai është, i kam thënë, një xhelati i policisë sekrete orgjiste, po këtë nuk e bëri ai. Ai nuk shkoi, ai nuk e shtroi në tabu, në çështje kryesore, zgjatjen e mandatit dhe ndryshimin e kushtetutës për krimet që kanë kryer këta. Jo. Jo, sepse ky pse e don atë? Unë ju kam paraqit dhe u paraqis. Ky ka fsheh krime. Ky flen mbi krime. Ky flen mbi dosje krimi. Edhe njerë, ku është Aruba? Pse do ta marrësh vesh ti Aruben nga një gazetar italian në një kohë kur dosja është këtu për vitesh? Berisha, ka ndonjë kandidaturë nga prokurorët e Stakut? Prit. Jo, unë nuk merrem kur me kandidatura, jo, nuk jam. Është unë respektoj kushtetutën dhe përcaktimin që ka kushtetuta për të, nuk kam asnjë lloj dhe nuk ka absolutisht asnjë tagër, asnjë drejtues politik të implikohet në një procedurë që është strikt e trupit të prokurorëve. E përmend KLP-n, harrove. Edhe KLP-ja ka zë këtu. Tani jemi të KLP-ja. Jo, tani jemi të KLP-ja. E dini ju që 80% e prokurorive të Shqipërisë nuk kanë prokuror të emëruar, kryeprokuror të emëruar? Drejtues. S'kan drejtues të emëruar. Çka tregon dy gjëra. Ose tregon falimentimin total të sistemit, se është jashtë çdo lloj ligji, kushtetute, rregulli. Shteti kanë 5 vite që kanë emëruar gjithsej 3 prokuror rrethesh, kryeprokuror rrethesh. Dhe të gjitha janë ose i rjepin me nga 500.000 euro atë që do emërojnë. Nuk e di cila është. Ose ka një falimentim të plot të sistemit, ose ekziston një sistem gjobe që emërohet ai që arrin tek 500.000 euro. Cili është ai e gjeni vetë, kush mund ta shkopjë çdo për rreth, se kush po bën 500.000 euro. Po që të sillesh në këtë mënyrë me shtetin, dëshmon që je një korporat antishtet. Se përgjegjësia
Përgjegjësia, ligji, kushtetuta kërkon që qarku, rrethi të kenë kryetarin e institucionit të akuzës. Kurse këta e lënë, po s'kan faj këta, se dhe ju heshti para këtyre, dhe ju s'duhet heshti kur para këtyre, se në qofë se ka antishtet në veprim, ky është antishteti. Mbanë prokurita dhe ku akuza, që është gjë e më prefte një shteti, të jemi realist, më të apo jo, dhe len akuzën, pse len akuzën, pa drejtim, me të komanduar. Kështu janë edhe gjykatat. Po ky është korporatat, këto janë korporatat, ky është sistemi korporativ, i turpshëm. Zoti Berisha, ju keni folur shpesh. Kjo është sistemi George Soros. Zoti Berisha, ju keni folur shpesh për takimin e Arubës pas publikimit të një libri nga një gazetar Po. italian. Të lutem lëm ta mbaroj pyetjen. Në fakt Aruba është përmendur për herë të parë nga dy media shumë serioze belge në fund të vitit 2023 dhe në vitin 2024. Duke qenë se janë gati 2 vite që nga ajo kohë. A dispononi ju dokumenta apo të dhëna konkrete lidhur me ata që përfliten si njerëz të lartë të politikës shqiptare që kanë marrë pjesë në këtë takim, apo bazoheni thjesht e vetëm tek libri i gazetarit italian? Jo, unë nuk e kam nga gazetari italian, Klodiana, e thatë vetë ju, e para të parë që kanë zbuluar, që kanë bërë publik çështjen e dosjen e Arubës është gjykata belge. Ku në gjykatën belge ka dalë emri i Edi Rams. Nuk them se, nuk e di se ka dalë si pjesëmarrës në takim, por di 100% sigurt që një nga pjesëmarrësit i thot, ka deklaruar në gjykat që jemi të marrur vesh me kryeministri, na ka premtuar se do investojmë parat tona në Shqipëri. Kjo është e sigurt. A keni ju dokument për këtë, zoti Berisha? Dokument për këtë edhe po edhe jo. Konfirmim të plot kam nga miqtë mi, po atë që thua ti ende nuk e kam. Konfirmim kam që kjo ka dalë. Pra, Aruba, si që ka marrë belgu, ju garantojnë ju, Aruba është tek 1 milion faqet këtu. Aruba është këtu. Po kush e hapi Arubën? Se edhe ky mban aty, zguxon. Po prokurori do e hapit besoni në Kush? 19 dhjetor. Ajo do hapes mbyllet kur, ju garantoj, se di, Jo, prokurori, nuk mund të drejtuesi them, nuk mund të paragjykoj, as jo as po. Por ajo do hapet, sepse është një gjë akt i shëmtuar, do hapet patjetër. Ky urdhë. Keni publikuar para 2 javësh një foto ku pretendoni se është zoti Banxhush Dako brenda një ambienti të burgut, por më pas e keni fshirë foton. Mund ta dim arsyen se është fshirë fotoja? Ajo foto, e ke shumë drejt, unë kam një praktik. Në rast se ka të dhëna se fotoja është fake, ose dokumenti është fake, absolutisht unë me një reheq, e kam theksoj. Qytetari digital funksionon me një burim. Si që funksionojnë shumë media në botë. Ka disa që nuk funksionon me një burim, funksionon me 2 burime. Qytetari digital funksionon me një burim. Çfarë kishte tani, priti minutë. Çfarë kishte aty tani, të lutem? Aty kishte Banxhush Dako, a u burgos për të shkuar tek Velia? U burgos për të shkuar tek Velia. Është e vërtet kjo. Është e vërtet që u shtruan në spital Dako se i mjoftonin 4 ditë për të shkuar tek Velia? Është e vërtet. Pastaj e kishin tepruar se nxirrin ajo fotoja, kur pash më vonë se ishte një video intimiteti me Shqopën, e hoqa me njerë. Pik. Brenda burgut? Brenda as spitalit burgut, nuk e di se ku ishte ajo, po atë e hoqa, unë se nuk merrem me ato punë, me çështje intimitetesh nuk merrem kur. Jo për politikë s'para flisni këtë dera Spakut, por Jo. a mbështesni kandidatin e pavarur? Jo, nuk flas. Florian Binaj? Tani do të më fani se unë kam një konferencë shtypin se linë e Partisë Demokratike. A e mbështesni apo jo? Unë i falënderoj të gjithë. Demokratike nuk ka ende një kandidat për Bashkinë e Tiranës. Absolutisht ka. Të lutem, në një kohë që ju e konsideroni veten si forca më e madhe politike pas mazhorancës që do të argëzoni Edi Ramën. Pra nga një anë pretendoni se do të rrëzoni Edi Ramën, nga ana tjetër nuk keni një kandidat ende, ndërkohë që janë vetëm një muaj
Jemi muaj larg Të zgjedhjeve. garantoj që gjerë tani Partia Demokratike ka jo një, po të paktën 12 ose 13 kandidat. Të garantoj për këte. Kur do të njëjën qytetarët Po, e bravo, me po, kandidatin? e drejt fare. Si që dini, ne shpallëm një parim që mundësisht të hapemi dhe mirëpresim kandidatura të pavarura nga qytetarë. Nga partitë, se nga qytetarët Nga duhet të pavarur nga partitë, bravo. Ose Të varet pavarur nga nga partitë. Ky parim, po të shkoni tek zgjedhjet e 2003-shit, e gjerit përsëritur. Nuk është i ri. Është po përhapet kjo, edhe në Europë dhe në botë. Shpreh mirënjohje këtu për çdo njeri që kandidoi gjatë këtyre ditëve për të si i pavarur, si kandidati qytetarëve dhe e garantoj se i garantoj për respektin tim më të madh për vendimin e tyre. Do të ketë Tirana një Pepe Grillo? Tirana do ketë kandidatin më të dashur që ka patur ndonjëherë, më them unë, a e pat ju. Pra një A e Pepe për ti Grillo. minut, a e pat atë monologun e Rams me Ogerten. Shifeni pak. Ju lutëm shifeni pak një segment. Podcasti Berisha Binaj kur do jetë? Se si me ziman të vetën për të rënë të fikt dhe gjdo të rrjeshta vetëm ti je dhe ne jemi vepra jote, ne kështu, ne ashtu. Podcasti Binaj Berisha kur do jetë? Se kush do jetë, Jo, podcasti kur do jetë? të lutëm, se kush do jetë do përcaktohet nga koalicioni dhe aleatët dhe jo vetëm nga unë. Sigurisht unë kam zërin tim, por këto do t'i merr një vesh në vazhdim edhe njerë mirënjohje për të gjithë ata që shprehen gatishmëri për të përballë me të keqen e madhe që quhet Edi Rama, i cili është domethënë sot njeriu më i damkosur në Europë dhe në botë. E muar të vesh. Mirë, ne në këto momente do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish pas pak në studio.